Fitore. Hajde gëzuar pra. Ju uroj nga zemra këtë fest, në të lashtër, në të bukur e festave, festën e ndrimit të natyrës, festën e shpresës, e bukurisë, luleve. Dita e verës e gjën Elbasanin, i gjën shqiptarët, më optimist, më besim plot se kur në ndryshimin e madh të 11 majit. Me ty kryeministri. 11 maj, ose kjo ditë, frymëzon çdo shqiptar që me 11 maj të ndahen nga ky regjim që i varfroi ata gjerë në palc. Dhe unë sot nga Elbasani duhet t'u premtoj shqiptarve, kudo që janë, se 3 muajt e parë, ajo që e kemi quajtur paket e dhimbshurisë, do të nxjerrë çdo shqiptar nga varfëria ekstreme ata që janë. Do të thotë se do kenë një minimum jetik prej 200 eurosh. Nuk do ketë pensionist që do marrë ndën 200 euro pavarësisht sa e ka sot pensionin dhe pavarësisht nëse ka apo jo pension dhe pavarësisht nëse e ka të plot apo të pjesëshëm. Pra, do bëhet një shpërndarje e re e të ardhurave buxhetore. Do ketë një rritje 20% të pensioneve. Do ketë një rrogë minimale 25% më të lartë se kjo që është sot. Pra do jetë jo më pak se 500 euro. Do ketë një rrogë mesatare 1200 euro. Dhe unë zotohem para qytetarëve të Elbasanit dhe të Shqipërisë, dhe duhet të rikujtoj këtu se për rastësi, premtimet e mia për dyfishim në rrogave i kam bërë për herë të parë në këtë qytet dhe e kam mbajtur atë fjalë. Përsëri unë e mbaj atë fjalë, rrogat do dyfishohen dhe nuk do ndalim vrapin ton gjersa të bëhemi përsëri njerëzit më të paguar në rajon. Kur ne të bëhemi njerëzit më të paguar në rajon, do të thotë se ne gëzoj të mirat dhe pasurit që krijon ky vend dhe i shpërndajmë ato me zemër në dorë, i shpërndajmë me drejtësi, jo duke krijuar një hendek të tmerrshëm midis rrogë lartëve dhe rrogë ultëve, sepse këtu njëri është hendeku midis të pasurve dhe të varfërve, hendek që do bëhet gjithçka për të ngushtuar, por është hendek që ekziston kudo, s'mund ta mohojmë këtë, por tjetër është hendeku midis rrogave më të larta dhe rrogave më të ulta të qytetarëve të këtij vendi. Dhe kjo deputeti po kështu e me radhë. Ndaj dhe do të rrisim rrogat e ulta dhe rrogën mesatare dhe do të arrijmë të ndahemi nga kjo e keqe që po zbraz Shqipërinë. Shqipërinë po e zbraz varfëria, ndërkohë që nuk ka një vend tjetër më të pasur se sa kjo në pasuri natyrore. Kështu që ftoj ta vazhdojmë së bashku këtë betejë, me 11 maj ne shkojmë besim plot, shkojmë me programin më të mirë për të ndryshuar jetën e shqiptarëve, shkojmë me programin më të mirë për një arsim cilësor dhe shtetësi cilësore, me aleancën më të gjerë që kemi
bërë në një fushatën më të gjërë, aleancën më të gjërë elektorale që kemi firmosur në njëherë, e gjithë qena e djathtë, i gjithë flukshi është bashkur, përveç se edhe do të them qytetarëve, as një vot për patericat e Edi Ramës, sepse ata uftuan botërisht, urdhroni pavarësisht nga mendimet e ndryshme, në qoftë se ju jeni opozitar, e ndjeni vetën opozitar, bashkohuni me ne në aleancë. Mirë po ata nuk i lejoj problemet e tyre, nuk i lejuar, ndaj dhe votat për ta janë vota për Edi Ramën de facto, themi atë që është apo jo. Përveç kësaj, thash, ne kemi programin më të shkëlqyer, programi Shqipërisë madhështore, një program që Shqipëria se ka patur kur më parë, po që i garantoj që do jetë realitet i pa diskutueshëm. Tani, themi të vërtetën, kemi edhe magjistarin, krye magjistarin, ose të themi bashkë krye strategun e fitores më të thellë, më të madhe në historinë e njerëzimit, siç ishte rikthimi Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë me datën 20 janar. Kryeslashivita është një fuqi natyrale, elektorale në vetvete. Edhe njërë gëzuar ditën e verës. Berisha, si është dita e verës në Elbasan, pa dashnërsulën dhe deputetët e tjerë të Elbasanit? Deputetëve të Elbasanit ju uroj gëzuar, me qenë se unë ju urova gjithë qytetarëve, ju uroj gëzuar. Fest ditën e verës. Për sa i përket deputetit që thatë ju, ai bëri zgjidhjen e tij. Midis betejës në sheshin e burrave, zgjodhi tikun edhe shkojnë punë vetë. S'kam çfarë them, nuk bëri gabim, po prap ka kohë ta mendoj atë vendim.